Kjo është historia e Fatmir Shtifnit, një histori që nuk nis me privilegje, por me guxim. Ishte viti 1997. Shqipëria përvëlloi nga trazirat. Të rinjt largoheshin me zemër të thyer dhe me shpresë të varur në një fije peri. Mes tyre ishte edhe një djalë i ri nga Lesha, pa garanci, pa para dhe vetëm një ëndër që i rinte fort në kraharor. Me gomone ai rrezikoi gjithçka për të mbërritur në Itali, në një vend që ai nuk e njihte, por ku shpresonte të gjente një jetë që vendi i tij nuk mundi t'i afronte atëherë. Milano, më pas Venecia, qytete të mëdha, të bukura, por të ftohta për një migrant pa dokumenta, pa gjuhë dhe pa askënd. Paragjykimet, punët e rënda, netët e gjata, zhgënjimet që të gjitha ju vun përballë. Fatmiri nuk ishte ardhur për t'u dorëzuar. Ai punoi fort, provoi çdo mundësi. Guxoi ku të tjerët hezitonin. Hap pas hapi ndërtoi një rrugë që sot tingullon e pabesueshme. Nga një dyqan i vogël floriri tek 10 biznese në Venecia, nga humbjet e para tek ringritjet që do t'i kishin zili dhe si përmarrësit më me përvojë. Rruga e tij është një provë se puna, vizioni dhe këmbgulja mund të hapin dyer që duken të pamundura. Ikjen time nga Shqipëria në shtator të vitit 1997 ishte në momentin kur unë isha 17 vjeçar, një ndër shumë 17 vjeçarë të asaj kohe, ku në Shqipëri ishte periudha më e keqe, besoj, e trazirave të 97-s. Ne quajmë veten bijtë e 97-s. E mbaj mend atë kohë dhe besoj se do ta mbaj mend deri në fundin e kohës që do jetë jetës time. Bashkë me familjarët e mi, me vllajën tim, vendosëm të hapnim një biznes dhe biznesi ishte në fushën e Floririt, pra duke hapur një dyqan në Venecia. Normalisht në dyqani i parë ka qenë në vitin 2004. Jashtë dyqanit ishte dhe duhet vijej sipas ligjit dhe sipas sistemit që ishte në Venecia në atë kohë, emri i kompanisë dhe emri i kompanisë mbante edhe emrin tim. Pra duke vënë emrin e kompanisë dhe emrin Fatmir Shtifni. Kjo ngjalli, sidomos tek banorët e Venecias, ngjalli një kuriozitet dhe në një farë aspekti dhe lakmi ose keq ardhje, sepse po shikoni një çun të ri shqiptar që po investonte një fushë të tillë siç ishte fusha e Floririt. Unë kisha fokusin tim, kisha objektivet e mia, kisha ëndrat e mia dhe e dija në mënyrë automatike dhe nga mësimet që na kanë bërë gjyshit tanë dhe babi im që vetëm duro dhe i duruar i fituari ka pas thënë gjithmonë. Disfata e Florit erdhi në vitin 2010 si pasojë e atentateve që ndodhen në Torre Gemelle në New York. Ne punonim me merkatën amerikane dhe që në atë çast tutje u ndalua totalisht turizmi amerikan dhe patëm një rënje kolosale deri në xhiron zero të dyqaneve të Floririt dhe shitja e tyre. Vendimi tim më i guximshëm ishte ai që shumëkush e quajti çmenduri. Transformimi i dyqaneve të Floririt në dyqane suveniresh. A e mendon mirë, i thoshnin, kjo është çmenduri, por Fatmiri shinte atje ku të tjerët nuk shihnin dot. Dhe historia vërtetoi, xhiroja u trefishua, bizneset u shumuan dhe deri në vitin 2015 ai kishte hapur dhe shitur plot 115 biznese, duke bërë një figurë rëndësishme si përmarrjes në Venecia. Ne nuk po punonim me Florin dhe kishte marrë fund ai sektor në atë moment dhe tu isha i shpejt që të bëja ndryshimin para se të falimentonim me atë sektor. Atëherë vendosa të ndryshoja njërin nga dyqanet që unë kisha, duke e bërë në suvenir. Ndërkohë që normalisht arrita që të zhvilloja në një periudhë kohore të shkurtër 55 dyqane, sepse kuptova konceptin, kuptova që funksiononte më shumë se sa Floriri, kuptova që normalisht duhet të shpërvilja mangët edhe një herë nga fillimi të hiqja xhaketën dhe të merrja karrelin për të zhvilluar këtë dyqane, sepse funksiononte, krijonte mirëqenie për mua, krijonte aksion. Me dha mundësinë që dilja jashtë në terren, sepse dalja në terren është shumë e rëndësishme, se kur mbyllesh brenda një ambienti nuk kupton çfarë ndodhet jashtë, dhe zhvillimi i saj kuptova që ishte e nevojshme
Tashmë merkati i Venecias në sektorin e dyqanerive dhe suvenirëve ishte e imja totalisht, sepse rrethova gjithë Venecia me dyqanet e mia. Duhet ndryshoja sektorin dhe ndryshimi i sektorit e mendova sepse njerëzit kudo që udhtojnë, sidomos në qytete turistike, kanë nevojë të ushqehen dhe kanë nevojë të flenë. Dhe kjo ku më mirë se në restoracion dhe në hoteleri. Prandaj vendosa të zhvilloja biznesin tim tashmë edhe në restoracionin dhe në hoteleri. Kjo ndodhi me 4 restorante dhe po aq hotele, plus të tjerë që ndërkohë unë i merja dhe i shitja për të autofinancuar investimet e mia. Por jeta e vërtet nuk është vetëm në ngritje. Në vitin 2019, Venecia përmbytet. Edhe me të përmbyten ëndrat, investimet djersa e gjithë këtyre viteve. Duke filluar nga dyqanet, hotelet, gjithçka për të cilën kishte punuar zhduket në brenda pak minutash. E pauri më këmbur ende, viti 2020, solli pandemin që e çoi Venecian në zero. Plot 55 dyqane, 4 hotele, 4 restorante, 180 punëtor, gjithçka ndalet. Dhe falimenti duke i pashmangshëm. Mirë po kishte diçka që su përmbyt kurrë, vullneti për të mos u dorëzuar. Ishim të përgatitur se po prisnim, por kurrë nuk e mendonim që do vinte një val kaq e lartë. Pra, niveli i detit në medio mare arriti në 187, pra 1,87 cm, që do thot në disa zona arriti deri këtu në brez. Përmbytja ishte totale. Ishte një natë dramatike, sepse nuk po kuptonin kur do ndalohej deti ose era që frynte detin dhe sa mund të ishin damet që ajo do shkaktonte, në fakt ishin dame kolosale dhe përjetimi ishte me të vërtet goxha i lartë. Pas kësaj menjëherë i rindërtuam gjërat, i ngritëm edhe një herë në kam me mund, me sakrificë dhe absolutisht me punën. Erdhi pandemia Covid. Dhe pandemia Covid nuk kishim asnjë lloj force që ta përballonim sepse nuk varej asgjë nga ne. Ndërkohë që deti dhe dëmet që deti na shkaktoi vareshin nga ne sepse do punonim të rindërtonim. Pandemia ishte siç e themi në Itali, colpo di grazia, dami final dhe aty pjesa më e madhe e njerëzve u dorëzuan, gjithë ata që kishin aktivitete, por që unë normalisht nuk mund dorëzohesha sepse kisha investuar gjithë jetën time me gjithë të ndryshime në këto afate kohore të shkurtra. Ajo që mendova me gjithë stafin dhe njerëzit e mi të familjes ishte që nëse ne do ja përballojmë të dalim nga ana shëndetësore që të jemi mirë, çdo gjë që ne do kemi humbur ndërkohë do ta rindërtojmë sepse e kemi bërë një herë dhe mund ta bëjmë 2 herë, 3 herë dhe pafund. Fatmiri riorganizohet. Mëson tregun online, ndërton një rrjet të fuqishëm marketingu dhe hap një kapitull të ri suksesi. E me përvojën e tij ndërkombëtare ai rikthehet në Shqipëri, për të investuar jo vetëm për veten, por për të krijuar mundësi edhe për të tjerët. Hoteleri, projekte të reja zhvillim, një rikthim që jep më shumë se çimori. Por që ishte nevojshme riorganizimi, ishte nevojshme ristartimi me idera të tjera. Një ndër idetë e mia ka qenë pikërisht qasja me biznesin online. Pse? Sepse gjatë pandemisë ne pam që nëpër shtëpitë e njerëzve arrinin pakot. Pakot arrinin sepse njerëzit i blinin online. Gjitha kompanitë që funksionojnë online patën një rritje kolosale me 500% të faturimit tyre gjatë periudhës Covidit. Por që mendova që pse jo mos të jem altruist duke shpërndar këtë mundësi, sidomos të biznesit online edhe në Shqipëri, aty ku njerëzit vuajnë të kenë një vend pune. Por vendi punës, ndrysh nga biznesi online, është që ti kohën tënde e shet kundrejt një pagese, kurse zhvillimi i një biznesi online është vetë punësim, pra vendos ti kohën që do t'i japësh në dispozicion dhe sa do të fitosh. Unë gjithmonë, kur jam nisur për të bërë një diçka, kam bërë edhe 2-3 gjëra të tjera, sepse gjithmonë kam nevojë ta kem alternative në gjërave që bëj. Dhe gjatë kësaj eksperiencë të network marketing, pra të biznesit online në Shqipëri, sidomos në Shqipëri, lindi dhe më erdhi mundësia e hotelit, vendit ku aktualisht ndodhemi, që është Hotel Mon Café dhe Ristorante La Gondola.
Shqiptarët e diasporës kanë nderuar, punuar dhe ndërtuar atje ku kanë shkuar. Dhe prej tyre vendet mikpritëse kanë parë vetëm vlera. Historia e Fatmir Shtjefnit është dëshmi e kësaj force. Energjia dhe përvoja e shqiptarëve mund të kthehen në shtytje më të madhe për zhvillimin e vendit. Mesazhi i tij është i thjeshtë, por i fuqishëm. Në diasporë nuk janë vetëm unë person me sukses. Ka plot të tjerë që mbase përpara telekamerave nuk dalin ose nuk duan të dalin, por që ka plot dhe edhe në Venecia po ashtu kemi plot bashkombës. Unë mendoj që duhet të bëjmë gjithë secili nga ne, nga ajo që kemi përfituar jashtë, të kthehemi dhe japim një shembull, në një mundësi dhe një edukim, sidomos në pjesën profesionale, se si mund tjetë dhe si mund të bëhet Shqipëria. Unë besoj se Shqipëria nuk ka asgjë më mango se gjitha shtetet e botës që janë më të emancipuara dhe zhvilluara, vetëm mungon disiplina e jonë e ushtruar me profesionalizëm maksimum. Dhe ne do të vazhdojmë t'ju sjellim histori të tjera suksesi sepse shqiptarët kudo që shkojnë, din të ringrihen, din të ndërtojnë dhe din të shkëlqejnë. Bashk për shqiptarët.